Atëherë, këtu jemi me shtesat e fundit. Kjo si shtesë është bërë në datën 6 maj. Sot është data 27, ka 21 ditë. Mama është bërë me mamë të re të pa fekunduar. Sot po bëjmë kontrollin e parë. Ka një pjellje. Kjo është e dyta paket. Me sa duket këtu e ka nisur punën. Dhe këtu do tjetë gjithashtu me pjellje, korniza e tretë me pjellje, me larva dhe vezë, e pothuajse gjitha. Dhe do të shohim. Shkele herë në ekran? Po duan. Duken. Kjo është ansori me mjaltë dhe polen. Dhe përse bërë dhe këte me vezë. Ka 4 kornizë me pjellë. Ju marrë më se është në mëmën. Rëdulloje, kemi mamën atë? Ok, ule. Shkojnë të gjemën. Shkojnë të gjemën. Nuk është. Edhe që ndreshe. Jo. Këtegi? 3 kg. Këto janë gabimet e bletarit dhe puna e mirë e bletës. Përshëndetje, sot do ju tregojmë se si ne i shënojmë mamat. Ky është kafaz që shënon mamën direkt në kornizë. Do kemi me një mix midis karnikës dhe bukfastit. Si procedojmë në këtë rast? Ja, tek e kemi kapur mamën në kafaz dhe e di sa duket. Dal nga ana e diellit.
E ngjeshim kafazin derisa mama të mos lëvizë. Tani e shënua me pikë. Lëm pak sekonda që do thaj dhe ja. Të kjo është bukuroshja. Me njëherë që ta pastrojmë. Ne kemi, përdorim bojën Posca, boja më mirë për shënimin e mamave, sepse është rezistent, shumë rezistent. Yes.